Si quhesh? Më quhem Besmir Aliu. Cila është puna jote? Atëre, puna ime është tek të gjithë fusha e këpucëve ose e quajtur bota e këpucëve. Bota e këpucëve. Unë përfshihem në të gjitha punimet e lëkurës kryesisht. Do me thënë, kur flas për lëkurën, flas edhe për gjitha llojet e aksesorëve. Aksesorët nga mënyrat më të ndryshme, si çantat, portofolat, rripat e mezit, rripat e orave e tjera, do me thënë, edhe shërbime, edhe riparime dhe prodhime dore, do me thënë, punë artizanale që mund ta quajmë ne. Unë do ta bëj pyetjen drejt. Çfarë moshe ke dhe prej sa vitesh apo prej çfarë moshe ke nisur këtë punë? Atëre, mosha ime është 36 vjeç dhe fillimet e mia të kësaj pune vinë genetike, sepse puna ime është e mësuar nga babai im, domethënë, që për të cilin domethënë gjithë pjesën e punës unë ja kam ofruar zanatit, por pjesa më e madhe është falënderimi atij, sepse është ai që pa jam unë. Dhe unë jam gati i rritur në këtë punë, por në klasën e 7 e kam nisur, domethënë duke krijuar disa gjëra të mia. Kjo është një specifike veçantë. Ne kemi ardhur të merrim intervista edhe në zanat e tjera dhe kanë thënë që është shumë e vështirë t'ia përcjellim brezit të ri. Tek ty është ndryshe, ke marrë nga familje, ke vazhduar këtë profesion, këtë zanat. Po, patjetër. Kjo është shumë e vështirë sepse po ti shikosh brezat e rinj, nuk është sepse e dashurojnë një punë, sepse një punë duhet ta dashurosh mbi të gjitha dhe pastaja të thuash, por pjesa dërmuese e rinis sot më tepër janë të dashuruar mbas lekëve. Domethënë, duke parë ta fitojnë pamund. Po, duke fituar në një mënyrë më të lehtë, por një zanat, një profesion, unë doja të thoja që do të mbaj dhe do të japi një emër me breza. Sa orë punoni në ditë, ose si nis dita jote e punës? Atëherë, puna ime fillon në orën 8 mëngjesit. Një orar deri në orën 14 dhe pastaj rikthehem prapë në punë nga ora 16 deri në orën 21. Pra pothuajse i takojnë më shumë se 8 orë në ditë. Po. Je i kënaqur? Unë jam i kënaqur mbi veten time, njëherë sepse ndihem i plotësuar mbi punën që bëj, por ndjej edhe një kënaqësi mbi të gjitha kur klienti më falenderon për atë çka bën, dhe nëse një klient është i kënaqur një herë, unë jam i kënaqur 1000 herë, sepse kënaqësia më e madhe imja është te klienti. Kur ai kënaqet, unë kënaqem më shumë. Në atë që po diskutojmë pak së pari bashkë, me prodhimet e lëkurës, pra merresh me çdo gjë që vjen nga lëkura. Si mund ta dallojmë ne që kemi imitim apo kemi origjinal? Flasim në fushën e atleteve, të çantave, të aksesorëve apo totale. Atëherë, për nga ana ime profesionale është shumë e lehtë për ta dalluar që nëse është imitim apo është diçka e vërtet natyrale, sepse puna ime, domethënë edhe eksperienca më ka bërë që gjërat t'i dalloj edhe me sy edhe me t'i prekur. Domethënë, një herë mjafton që ta prek diçka dhe të them që është dhe nuk është. Të dytën pyetje fundit. Njerëzit ose qytetarët që zgjen të vinë këtu, vinë për të marrë modele të prodhuara enkas, i riparojnë, ka shumë nga ata që riparojnë këpucët apo Shko, pjesa dërmuese e njerëzve vinë për riparimet e këpucëve, por kohët e fundit është futur, domethënë, shumë pjesa e prodhimeve, kur ka shumë njerëz që nuk është se preferojnë markat, por preferojnë diçka artizanale të punuar enkas për atë. Domethënë, si quhet në botën moderne limited edition, domethënë që diçka që prodhohet për ju dhe nuk është se prodhohet për dikë tjetër, ose e personalizuar, më mirë t'ja themi shqip, diçka e prodhuar, personalizuar enkas për një person. Ta bëj pyetje të fundit vetëm. Se ta përmenda pak më parë, një thirrje për të rinjt, a është e mirë të drejtohen zanateve? Çfarë? Për mua do ishte shumë gjë e mirë, sepse zanati ka qenë, është thënë dhe do të thuhet që asnjëherë nuk të lë. Domethënë, diçka ngelet.
Faleminderit Solis. Ju falenderit juve.